Është organizuar për herë të parë java ndërkombëtare në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuqi. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë përfaqësues të disa universiteteve nga Bashkimi Evropian. Rektori Tunin Xhuraj theksoi se ndërkombëtarizimi është një nga sfidat më të mëdha të universitetit. Padyshim, ndërkombëtarizimi është sfida më e afërt për gjithë universitetet shqiptare, një fjalë kyçe, por ky proces nuk ndodh vetvetiu, as për një ditë e as për një javë. Duhet të vazhdojmë atë që po fillojmë sot, duke marrë në konsiderat përvojat e mëparshme dhe modelin evropian të bashkëpunimit dhe duke u hapur ndaj trashëgimisë intelektuale dhe akademike evropiane. Nëse aktiviteti i sotëm do kontribuojë për një qasje të re ndaj realitetit arsimor në Shqipëri, të kombinuar me një dialog kritik ndërmjet njëri tjetrit, atëherë, sipas meje, ne mund të kemi sukses në të ardhmen e afërt. Ndërkohë, zëvendës kryetari i Bashkisë Shkodër, Rudin Beka, veçoi bashkëpunimin me Universitetin e Shkodrës për forcimin e politikave në promovimin e bashkisë. So for us it's very important to have a strong city. Për ne është shumë e rëndësishme të kemi një qytet të fortë dhe ta kthejmë atë në një qytet të rëndësishëm industrial dhe ekonomik. Në këtë drejtim kemi nevojë për Universitetin e Shkodrës. Ne duhet të forcojmë këto investime në mënyrë që universiteti të jetë identifikues në rajon për ta bërë Shkodrën kryeqendër. Na duan studentë ndërkombëtar, thënë kjo, jam mirënjohës për këtë takim mes institucioneve për të promovuar vlerat e Shkodrës në fushën e ekonomisë sociale, por edhe atë të turizmit. Përgjatë kësaj jave, Universiteti i Shkodrës Luigjë Gurakuqi ka planifikuar organizimin e disa takimeve dhe trajnimeve mbi integrimin e internacionalizimit në kurrikula, sfidat e projekteve ndërkombëtare dhe jo vetëm.